Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur të përgatitem mish dëviçit në furrë që bëhet me një sos perfekt. Krejt që kanë nevojitin janë 1 kg mish dëviçit, 250 g këpurdha, 4 qep, 300 ml me ujë, 50 ml vaj, 1 lugë gjellës holc të speca, 1 lugë të mesme me hudhër e vluar, 1 lugë të mesme me biber të kuq, 1 lugë gjellës veget, 1 lugë të mesme me biber të zi, 1 lugë gjellës me miell dhe 50 g me gjolp. Furrën e lëshojna me nxenë temperaturë 250 gradë me parë. Tash fillojna me përgatitjen. Tek uji hedhim në mesat, që kom përmend edhe mielin, po ashtu vajin edhe salcën e specave. Nëse s'keni salcë speca, mundeni ajvar qit i përzina të gjitha së bashku me telt e dorës. Pasi i kemi përzit që të përberë, tash e marrë një tepsi, kemi ly me vaj. E marrëm mishin, po ashtu, edhe e renditim në tepsi. Kemi rendit edhe mishin në tepsi, tash i marrëm qepët. Edhe qesim pra 4 qep, sepse qepa e dina gjithë, asnjë ushqim nuk e ka shijën më të mirë se me qep kur përgatitim. Atë shijën perfekte e. Mandej këpurdhat, 250 g këpurdha. Edhe bëhet mish i butë, perfekt, edhe sosi perfekt. Unë për vete sosa nuk përdorit blemi që marrë vetë shpeshitni, edhe bëhet fantazi. Tash morëm sosin e përgatitur e qisim. Kemi përzi mishin me melmesat krejt, pra me duar. Tash morëm 50 g me gjalp edhe ja qesim për mi, po ashtu mishit. E mbështjellim edhe tepsin, pra me folje, alufolje, mirë edhe e fusim në furrën e nxehur, pra në temperaturë 250 gradë. Tash e marrëm foljen. Kom mbështjell tepsin 1-2 herë me folje, tash më një herë e fusim, pra në furrën e nxehur temperaturë 250 gradë. Edhe mishin e kemi hek prej furrës, se kom lanë për 2 orë në temperaturë 250 gradë, tash bismillah e largojna edhe foljen. Një mish fantastik, me sosin perfekt, që ja vlen ta provoni se cila motër. Tash të mishin e marrim bismillah edhe e qesim në pjatë. Një drekë fantastike si për familje, si kur të keni pra mesafer, bashkom jo kënaq. Me anën tjetër, e shoqërojna me shpecle këtu në Gjermani, pra vetëm i ka verdes një 3-4 minuta, munden edhe me pyri të patateve, edhe neve na beth mirë drekave, juve po ashtu, motrat e dashur, vllazën, nëse e provoni, ju lumshin duart, e ju beth të mirë. Faleminderit për krajnë që ma bani komendet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them, miru pafshim.